Kujdes, mos i fusni në gojë domatet nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Domati është një nga perimet më të pasura me vlera ushqyese që nuk mungon kur në tryezën tonë, pavarësisht periudhës së vitit në të cilën ne i ham. Nëse konsumoni atë në formë të papërpunuar kryesisht, do të përfitoni shumë vitamina, minerale, fibra dhe antioksidant. Por domatja ka dhe anën e saj tërët, e cila shkakton efekte nësore në shëndet, cilat janë efektet negative më të mëdha të saj nëse konsumohet në një masë të madhe. Rënja e imuniteti. Elementi kryesor që gjendet tek domatet e freskëta të papërpunuara është likopeni, një pigment karotenoid. Është një përbërje kimike që supozohet të mbajë larg shfaqjen e kancerit të gjirit. Por konsumimi tepërt i këtij komponenti mund të ndërhyjë në aktivitetet e rregullta të sistemit tonë imunitar dhe ta ngadalsojë atë. Si rezultat, trupi ynë humbet aftësinë e tij për të mbrojtur veten nga disa sëmundje të zakonshme mikrobiale, baktere, fungale dhe virale. Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu bëhet e paaftë për të riparuar dëmet ekzistuese fizike. Shqetësime gastrointestinale. Domatja është plot me acide. Pra, konsumimi tepërt i domates shkakton çrregullime të ndryshme gastroezofagial. Është një çrregullim i zakonshëm i zorëve. Kjo sëmundje ngren nivelin e acidit të tretjes në stomak, i cili fillon të rrjedhë jashtë. Gradualisht acidet arrin në murin e ezofagut tonë dhe shkaktojnë një ndjesi djegje në të. Acidet nga domatet mund ta bëjnë këtë gjendje më keq dhe mund t'i japin edhe urdhë. Pra nëse tashmë jeni diagnostikuar me probleme të tretjes, kufizoni konsumimin e domateve menjëherë. Çrregullime të zorëve. Përmbajtja e likopenit në domate mund të shfaqë disa probleme serioze në zorë, të tilla si sindroma e zorrës irrituar. Ai karakterizohet nga dhimbje akute dhe nga një bezdisje madhe. Përveç këtyre, gjithashtu mund të përjetoni disa shqetësime të tjera të vogla si gazra, fryrje barku e të tjerë. Nëse konsumoni më shumë se 30 mg likopen në ditë, kjo mund të shkaktojë simptoma të tilla si vjellje, diare e të tjerë. Gurët në veshka. Domatet, sidomos farat e tyre, janë të pasura me kalcium dhe oksalat. Nëse vuani nga problemet vogla të veshkave, trupi juaj do të ketë shumë të vështirë t'u atresë këto komponent. Në një rast të tillë, konsumimi i sasive të mëdha të domates do të jetë i dëmshëm për ju, pasi kalciumi dhe oksalatet do të grumbullohen në veshka dhe do të formojnë gur të vegjël të mëdhenj. Nxit shfaqjen e kancerit prostatës dhe përkeqëson gjendjen nëse jeni prekur prej tij. Studimet kanë treguar si likopenet e pranishme në farat e domateve mund të shkaktojnë anomali në gjendrën e prostatës mashkullore, nëse në sistemin riprodhues. Ndikimi në sistemin riprodhues është i madh, pasi kjo anomali shkakton dhimbje të forta, vështirësi në urinim e të tjerë. Ndonjëherë mund të çojë në kancer të prostatës. Shkakton reakcion alergjik. Likopeni i tepërt mund të na japë edhe reagime alergjike. Disa nga simptomat e alergjisë likopenit përfshirë kruarje, skuqje, shtrëngim në gjoks, buzë të fryra, ndjesi djegje në sy e të tjerë.